SPA ka zbardhur vrasjen e Klevis Leshit në vitin 2020, 24 vjeçari që u gjeti groposur në Mamurras rreth 2 vite e gjysmë pas zhdukjes së tij. Mësohet se në lidhje me ngjarjen SPA ka lëshuar 4 urdhër arreste, njëri prej cilëve është ekzekutuar. Porositësi dyshohet se është Aurel Hoxha, pronari lokal Monopol në zonën e Myslimshyrit në Tiranë. Burime bëjnë me dije se ai ka marrë hak për vrasjen e të vëllait Agim Hoxha në vitin 2012. Policia dhe FNSH ka ushtruar rreth orës 4 të mëngjesit kontrolle në lokalin e tij. Forcat operacionale kanë ushtruar kontrolle në Mamurras, ndërsa po ushtrohen kontrolle edhe në Kamës e Fresk. Vrasja e Klevis Leshit. Klevis Leshi, i riu nga Burreli, u zhduk më 5 gusht të vitit 2020 pa lënë asnjë gjurmë. Vetëm në shkurt të vitit 2023, hetuesit arritën të hedhin gjurmë mbi zhdukjen e tij. Trupi i pajetë është zbuluar nga banorët e fshatit Spërdhet të Kurbinit si rezultati i erozionit të tokës dhe banorët të zonës kanë njoftuar policinë, e cila më pas ka kryer testin e ADN-s, nga ku ka rezultuar se i përkishte të riut nga mati Klevis Leshi në atë kohë 24 vjeç. Ngjarja fillimisht u hetua nga prokuroria vendore, ndërsa familjarët kanë kërkuar vazhdimisht drejtësi. Ngjarja dyshohet se është sage një akmarrje ndër vite pasi të riut më herët janë ekzekutuar babai dhe xhaxhai.